Në ditën e dytë radhazi, banorët e fshatit Baks Rjoll në Velipoj kanë protestuar për pronat e tyre. Këtë herë nuk munguan edhe përplasjet me policin. Ato theksuan edhe një herë se do ta mbrojmë këtë tokë deri në vdekje dhe kërkojnë të ndalen punimet. Banorët u shprehen se u kanë bllokuar rrugën tek tokat e tyre. Këtu do të tash të thonë, ja pas kalon e dirama këtë tokë, rrolli komplet me bat pallate, qyshën e antillën atje, e deri në te pizat atje. Po. Për ta punuar këtu. Nuk ta ka vetë kush. Ai pakte më barte na më na mor vullnetin ne me fol diçka halal. Qofse ne nuk dëgjojna, na këtë tokë do ta mbrojmë që vdesim tani to. Ai s'ka për ti. Kur vdesim tani ky moshkull, kanë më lënë grua dhe mota ne kanë. Edhe prapa s'ka për ta gjuar. Keq. Se di kjo, ju duket se kur gjamo se pa tjetër, vetëm i këtë më ushi me lezua, nuk u duhet tjetër gjë. I kjo është 1920. 27 që e kanë ble ples. Kanë ardhë 65 policë. I kam numëruar, he? Djetë natë i kam gjithë të rrallën atje. Ta në ishin mu, kanë ardhë për bugojës të qëket. Sot ka gjuajtin. Në kanë më rrugën atje. Fut fshatit. Qa më kjo punë, mos e rënë më alë, as të toke jonë, që e të ashtu. Të fadoma, kena një shef, nuk merret dhe shkush me ta. I tha që edhe shefin, nale punimet, nale mojtë punime, hiqi që janë atje. Se një ta, të morrin pojnë, ty e fadoma të tonë që janë. E nuk mushim, dhe ta që kam nëllë. E lejmojnë, fatje taj, edhe shefin. Zdo që është që bëhet, mos kam që bajma. Shteti nuk funksionan, na jena që ja kanë alon voten këti shtet, që përna qanë në këtë gradë, dhe do t'i finë puni edhe ati shtetit, që sot i ka fuqizu këta kriminella që vinë e pushtojnë pronën e njerëzve të varfën Baks Rjollit. Nuk jena më lidhë këtu për me zaptu pronat e shtetit. Jena këtu për pronat tona. Ne nuk pretendojmë asë edhe një metër që sa është e jona. Kjo pronë është e jona dhe do t'a mërojmë me gjak. Ne do të vazhdojmë aksionin tonë deri në anëlimin e punimeve. Nëse punimet nalojnë, ndalon kohën e mjaftueshme që ne të ballavazhojmë me dokumentacionin tonë, gjithashtu ai me dokumentacionin e vet. Diçka do të kisha për përgjithësinë e shtetit. Në çast të mundshme, që e përmbrojnë zotnin, na mbrojnë edhe ne. Dy palve, ndalojnë punimet, tulën e rrafshit, diskutojnë, vinë ai zotnia që na ka marrë tokën, thotë jam toka jeme, sikur vjen më zotni. U vi këtu toka jeme. Nga punimet që po kryen në këtë zonë janë prekur rreth 60 familje.